Edhe pse zgjedhjet parlamentare në Kosovë janë mbajtur që më 9 shkurt, nuk janë shpallur ende rezultatet përfundimtare për shkak të ankesave të dorëzuara në Kolegjin Zgjedhor për ankesa e prapashtesa. Sipas rezultateve aktuale, lëvizja vetëvendosje e udhëhequr nga Albin Kurti ka fituar 42% votave dhe 48 vende në parlament, edhe pse zuri vendin e parë, partia e Kurtit arriti një rezultat më të dobët se në vitin 2021, kur fitoi 50% të votave dhe 58 mandate. Analistët që folën për portalin ton theksojnë se është ende pasigurt nëse Kurti do të mbetet në krye të qeverisë, pasi deri më tani partitë kryesore opozitare kanë përjashtuar mundësinë e bashkimit forcave me vetëvendosjen. Formimi i qeverisë në Kosovë kërkon më shumë se 60 vende në parlamentin prej 120 antarësh, 10 prej të cilave janë të rezervuara për komunitetin serb dhe 10 për pakicat e tjera etnike. Partia Demokratike e Kosovës në opozit fitoi 21% votave dhe 24 vende, e ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës që mori 18% votave dhe 20 mandate, ndërkohë koalicioni Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AK-Nisma) ka siguruar më shumë se 7% të votave dhe 8 vende. Donika Amini, drejtoresha ekzekutive e platformës Civicos dhe antare e grupit këshillimor për politikat në Ballkan e Europë, thotë se vetëvendosja nuk mund qeverisë më e vetme, teksa rikthimi i qeverisë koalicionit ngre pikpyetje thelbësore mbi stabilitetin e qeverisë ardhshme. Sipas saj janë të mundshëm 4 skenar: një qeveri e shumicës, një qeveri e pakicës, një koalicion i tipit të gjithë kundër Kurtit dhe një krizë gjatë politike. Një skenar i diskutuar gjerësisht është një koalicion i mundshëm ndërmjet vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës, partisë së dytë më të madhe në vend. Një aleancë e tillë do të siguronte 61 votat e nevojshme për të formuar një qeveri, madje edhe 80 votat e nevojshme për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm, por realitetet politike e bëjnë këtë koalicion gjithnjë më të pamundur. Pa një partneritet mes vetëvendosjes dhe partisë së dytë apo të tretë më të madhe, Kosova rrezikon të formojë një qeveri të brisht ndaj manovrave të vazhdueshme politike, sidomos kur bëhet fjalë për sigurimin e votave për marrëveshjet vendimtare ndërkombëtare në vizon e mini. Në lidhje me skenarin e dytë, ajo thekson se një qeveri e pakicës do të ishte jetë shkurtër. Sipas Eminit, sfida më e madhe do të vi vitin e ardhshëm, kur Kosova duhet zgjedh një president të ri që do të kërkojë 80 vota në parlament, prag të cilin një qeveri e pakicës do ta kishte të vështirë të arrinte, ndaj nuk përjashtohet mundësia e shkuarjes sërish në zgjedhje parlamentare. Duke folur për koalicionin të gjithë kundër Kurtit, Emini nënvizon se do të ishte një alternativë më dramatike. Megjithatë, një qeveri e tillë do të ishte në thelbe dobët, e mbajtur në këmbë më shumë nga opozita ndaj vetëvendosjes se sa nga një vizion i përbashkët politik, por si për ironi, ky skenar mund të sjellë dobi Kurtit në planin afatgjat, pasi do e lejojë ta cilësojë ngërçin politik si dështim të opozitës dhe të kërkojë zgjedhje të reja, duke e forcuar potencialisht pozitën e tij, shprehet ajo. Së fundmi, Emini paralajmëron mbi rrezikun e një krize të zgjatur politike apo të ashtu quajturit skenari bullgar. Kosova është përballur edhe më parë me periudha të gjata pa një qeveri funksionale, me maksimumin 6 muaj, por këtë herë kriza mund të jetë edhe më e rëndë, me pasoja serioze për qeverisjen e brendshme dhe politikën e jashtme. Mund bllokohen marrëveshjet kryesore ndërkombëtare dhe trajektoria demokratike e Kosovës mund përballet me sfida të rëndësishme, shpjegon Emini. Nga ana tjetër, Adelina Hasani, studiuese në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, gjykon se skenari më i mundshëm është një qeveri e udhëhequr nga partitë opozitare me përfshirjen e përfaqësuesve të pakicave etnike. Aleksandr Styulka, studiues në New Social Initiative me qendër në Mitrovic, thotë se është ende e vështirë të parashikohet se kush do ta formojë qeverinë e re. Asnjë nga bloqet nuk ka mjaftuar shumë deputet për të formuar shumicën në parlament, edhe nëse vetëvendosja do të mbështetej nga partitë e pakicës jo serbe, por edhe nga partia e udhëhequr nga Nenad Rashić, përsëri nuk do të mjaftonte të formojë shumica, sqaron Styulka. Ai përmend zërat për një bashkim të nisur së Fatmir Limajt me vetëvendosjen e Kurtit, por këto janë ende spekulime. Styulka thotë se matematikisht opozita mund të formojë shumicën, por ekziston një pengesë e madhe, vota e partive minoritare nuk është në unison. Një problem shtesë është se bashkëpunimi i partive shqiptare me listën serbe është politikisht i padëshirueshëm, gjë që redukton ndjeshëm jo vetëm potencialin e koalicionit të listës serbe, por edhe opsionet për politikanët që aspirojnë të formojnë qeverinë e re. Duke pasur parasysh të gjitha këto, ka të ngjarë që askush mos jetë në gjendje të formojë një qeveri, gjë që mund të çojë në zgjedhje të reja, vren ai. Nga ana tjetër, 3 analistët bien dakord se qeveria e ardhshme e Kosovës do të ballafaqohet me sfida të shumta, duke përfshirë dialogun Beograd-Prishtinë dhe marrëdhëniet me administratën e Donald Trump. Rindërtimi i raporteve me Brukselin dhe shtetet anëtare kyçe të BE-s duhet të jetë një prioritet kryesor në rast se Kosova shpreson të heqë sanksionet, thotë Donika Emini. Ndërkohë, për Adelina Hasanin, një nga sfidat më të rëndësishme për qeverinë e re do të jetë dialogu Kosovë-Serbi dhe formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, të cilin BE dhe SHBA kanë vendosur si një kusht kyç për përparimin e negociatave. Peizazhi gjeopolitik po ndryshon me rikthimin e administratës Trump,
Pasigurit globale në rritje e kanë bërë më të brisht peizazhin e sigurisë Kosovës, duke rritur nevojën për një qeveri të qëndrueshme të aftë për të ndërtuar konsensus politik edhe duke u përballur me këto sfida. Veren Hasani, sipas saj, nëse partia e Kurtit formon qeverinë e re, ka gjasa të përballet me tensione me administratën e re amerikane. Kjo duke pasur parasysh rolin e Richard Grenell, i dërguari Trump për misionet speciale dhe ish i dërguari për dialogun Kosovë-Serbi, i cili e ka etiketuar hapur Kurtin si anti-perëndimor, shkruan Maria Stojanovic.